nga gjërat që ndikon pra tek rinia, tek shembujt e këqij që ndjekin është sepse shembujt e këqij po na bëhen neve si model, po na kthehen si model. Këtu hyn edhe roli i medias, këtu hyn edhe roli i atyre të cilët kanë dorë pra që të përcjellin lajmet e mira dhe lajmet e bukura, emisionet edukative, shembujt e mirë që kurrë nuk kanë munguar midis nesh, midis shqiptarëve në vendin ton, edhe tek bashkëqytetarët ton, asnjëherë nuk mungojnë. Sa shembuj të mirë ka, sa bujari, edhe sa bamirësi bëhen, edhe sa vepra të bukura biznese ngrihen me djers edhe me lodhje me mund. Elhamdulillah, ka emisionet bukura, por duhet jenë edhe më tepër që mos mbeten vetëm kronikat e vrasjeve, e të krimeve, e atyre shembujve të ulta, edhe me dhon pamjen sikur neve nuk di me bëj gjë tjetër vetëm se me vran njëri tjetrin, Zoti na ruaj. Subhanallah, është me të vërtetë sfidë e madhe dhe është sprovë e madhe. Është sfidë e madhe dhe sprovë e madhe. Si thot Allahu Xheleshanu, thot, ne që jemi besimtar, të paktën duhet ta kuptojmë këtë gjë. Innal ladhina yuhibbuna an tashia al fahishatu fil ladhina amanu. Ata cilët dëshirojnë që e keqja të përhapet tek besimtarët, e keqja të përhapet tek njerëzit, tek komuniteti, ata Zoti thot i ka premtuar dënim të madh, subhanallahu.